Sa ndodhë si herën e kaluar, se herën e kaluar ta kanë uruar, apo jo? S'ma kanë uruar si herën e kaluar. S'ta kanë uruar, Nëse kjo ka rëndësi është në kuadër të këtij fair play, Lëvizja Vetëvendosje doli në 3 komuna në Sierra Leone me rezultateve preliminare, sepse nuk janë të përfunduara, Trijat në raund të parë, Gjilani për pak në raund të parë, por nuk është në raund të parë. Aktualisht, ndërkohë që në 12 komunat të tjera është në ballotazh. Si e pasu në përgjithësi rezultatin e Lëvizjes Vetëvendosje, zoti Bulliqi? Unë mendoj që ne si subjekt politik jemi në një pozicion jashtëzakonisht të favorshëm dhe pres që numri i komunave që do të fitojmë në këto zgjedhje do të jetë shumë i lartë i Lëvizjes Vetëvendosje dhe pres që të jemi prej subjekteve politike që të kemi numër më të madh komunave në nivel vendi të fituara, për arsye se jemi në 12 komuna në balotazh dhe ju e dini që në shumë prej këtyre komunave kemi një pozicion jashtëzakonisht të favorshëm dhe me një angazhim në raundin e dytë të zgjedhjeve, unë besoj që shumë prej këtyre komunave kemi mundësi potencialisht që t'i kthejmë në udhëheqjen e Lëvizjes Vetëvendosje. Pra, ju besoni që në ballotazh për t'i kthyer duhet bashkëpunim Bulliqi pak edhe me subjekte tjera politike? Me një farë Po sigurisht që na mund të bashkëpunojmë me subjekte tjera politike, se nuk do të thonë që s'bashkëpunojmë ne. Do i këshyrim interesat tona, do i radhitëm pozicionet, shohim ku kemi pozicion më të përshtatshëm, dhe sigurisht që do të bëhet diçka të tillë. Po shpresoj. Që i bie s'do të ketë vijat kuqe në pjesën e ballotazhit, gjithçka do të jetë. Shiqoni, na tash na duhet në radhë parë me punu shumë me qytetarët për këtë periudhë kohore sa të këtij balotazhi, dhe e dyta